do të prekim edhe një anë tjetër që agjerimi pra muaj shenjtë i Ramazanit në veçanti, jep mundësi besimtarit është ja ta kuptojë se është një qenie, pra njeriu, që Allah është mburr ka shi gjitha krijesave tjera dhe se ki ka kapacitetet e edukimit. Dhe edukimin nuk vije jashta me arsimim. Dhe nuk rrasisht se ajetet e para të shpalljes së Kur'anit kanë ardhur në muajin e shenjtë të Ramazanit. Dhe muslimani ta agjeroj dhe të jetë xahil, ignorant, kjo nuk shkon. Ta kesh natën e kadrit, që është ajka e netëve të muajit të shenjtë të Ramazanit, dhe nga ana tjetër ti kundër arsimit, kjo nuk shkon. Arsimi është baza elementare e njohjes edhe të Allahut, njohjes së kryerjes së ibadeteve, dhënjes haku të ibadeteve, por nga ana tjetër çdo gjë që na rrethekon me. Që të gotat, të volinat, të fotele kaq të bukura, kamerat të cilat na përcjellin, rjeti i cili kalon pra nga kjo studio shpërndahet kudo në shtëpitë tona, ndriçimi, çdo gjë tjetër, kjo është si rezultat i diturisë, dijes. Dhe muslimani i cili agjeron, e do ta ketë në agjendën e tij që ai, nëse jo, të jetë nga ata të cilët zbulojnë. Pse jo? Muslimanët në kaluarën ishin pishtar të zbulimeve shkencore, të jetë miku i shkencës, të jetë miku i dijes, të jetë miku i një studenti, të cili student do ta mbështes dhe të mburret kur ta shoh një ditë ndonjë pozicion në shoqëri, në një vend pune, qoftë mjek inxhinier, i cili ka qenë jetim, i cili ka qenë nga një familje me nevoja, pra një familje fukara, si e përmendim ne, pikërisht këtë janë mbjell Ramazani, muaji i shenjtë Ramazanit besimtarit musliman, që ai të reflektoj dhe të jetë ushtari i denjtë i mbrojtjes së vlerave e në veçanti të diturisë pra shkencës.